Përshëndetje miq të emisionit tonë. Sot do të flasim mbi kujdesin që duhet të tregojmë për flokët dhe cilët mund të jenë shkaktarët që na çojnë në rënien e tij. Natyra në të vërtetë i ka dhënë për të mbrojtur skalpin e kokës nga rrezatimi, për të mbrojtur trurin. Por njeriu më së shumti ato i përdor si një element të zbukurimi trupor. Atëhere, cilët janë shkaktarët që mund të na çojnë në rrëzimin e fijeve të flokut? Dihet afërsisht se një fije floku nuk mund të jetë e përhershme, por edhe kur ajo bie, ndrohet dhe mbijnë në vendin e saj, në folikulen e saj, një fije e re flokësh. Në përgjithësi njerëzit kanë rreth 100.000 fije floku dhe një rënje normale e tyre do të quhej afërsisht nga 50-70, maksimumi 100 fije në ditë. Dhe ky rigjenerim, kjo rënje e vazhdueshme dhe kjo mbirje e vazhdueshme e flokëve tregon që flokët tona në skalpin e kokës do të jenë të përhershme. Mirë po, jo gjithmonë mund të ndodhi kështu. Sepse ka disa faktorë që na çojnë për shembull në një rënje të flokut, në një dobësim të flokut dhe mandej pastaj në rënjen e tyre. Së pari, faktori kryesor që ka qenë dhe mbetet, unë do të thosha janë këto faktorët hormonal dhe psikologjik, por kanë edhe faktorët gjenetik. Një fëmijë që babai i tij ose gjyshi i tij ka patur shenja të tullacërisë, mundet që edhe nipi ta ketë këtë shenjë mbas një moshe të caktuar. Dhe ne të tregojmë se si ta shtyjmë sa më tutje këtë kufi kohor që mund të na çojë tek një tullacëri sipas gjenetikës. Përveç faktorit gjenetik është edhe faktori hormonal. Nëse kemi një luhatje të hormoneve mashkullore ose femërore, pra testosteron, progesteron, një luhatje të LDH-s dhe DHT-s, dihidrotestosteronit, këto mund të na shoqërohen me dobësim të fijes së flokut dhe më pas me kputjen e tij ose rënien nga folikula. Nëse kemi një çrregullim të tiroides që, si thuaç, na ndihmon shumë mirë në menaxhimin e energjisë trupore dhe njëkohësisht edhe në shëndetin e flokëve, po të kemi një TSH më të ulët se 0/4 dhe një TSH mbi 4.5, rrjedhimisht kjo mund të më shoqërohet me disa çrregullime psikologjike dhe në krahun tjetër indirekt mund të na çojë në rënien e flokëve, në një rënje totale, një rrallim të flokut, ose mund të na krijojnë edhe vatra të një alopecie. Por jo vetëm këto të dyja. Kemi për shembull sidomos tek femrat, sindromi vezores policistike. Edhe kjo, një çrregullim hormonal mund të na çojë në një ankth, në një stres dhe mandej të na çojë në rrallimin e flokëve. Por ky rrallim flokësh, kur kemi të bëjmë me një çrregullim të hormonit të tiroides dhe të vezores policistike, shfaqen së pari me hollim, me dobësim të fijes së flokut dhe në majat e tyre fijet e flokut thojnë një si çarje, një si dy fijëzim të tyre. Këtu kuptohet që ne kemi të bëjmë me një dobësim dhe duhet marrë masat urgjente për riforcimin e tyre. Por jo vetëm këto faktorë, por mund të na ndihmojnë për keq edhe gjendjet e tjera shëndetësore, sidomos kur njerëzit mund të marrin medikamente të ndryshme ose kontraceptiv të ndryshëm, edhe këto faktorë rrjedhimisht na çojnë në dobësimin e fijes së flokut, në mosrritjen e tij dhe mandej pastaj në rrallimin e tyre ose në ato vatrat e alopecisë, ose mund të kemi edhe një rënje gjenerale të flokëve. Faktor tjetër që ndikon në rënien e flokëve është edhe stresi oksidativ. Si duhet ta kuptojmë këtë? Njerëzit shpesh herë nervozohen, mërziten, kanë një ankth, kanë një pasiguri në veten e tyre, djersiten shumë. Rrjedhimisht kjo shoqërohet me një ngjeshje të qelizave në pjesën e sipërme të epidermës së lëkurës, sidomos nëpër ato folikulat e flokëve. Kjo ngjeshje pamundëson çuarjen e gjakut në atë folikulen e saj dhe rrjedhimisht
Në këtë pjesë mund të më shfaqet një dukuri e tillë. Për shembull, nga ngjeshja që mund të pësojmë, atëherë ajo folikula mund të shkulet dhe me kalimin e kohës, kjo harxhon atë lëndë ushqyese që është në folikulën në rrënjën e flokut, hollohet dhe pastaj ajo del shumë lehtë bie. Ky stres oksidativ që mund të shfaqet në një ngjeshje të skalpit të kokës në zona të caktuara, atëherë mund të na shoqërohet edhe me rënje të flokëve në zona të caktuara. Jo rrallë vëmë re që shumë femra i kapin flokët me elastik nga mbrapa ose i tërheqin ato dhe i ngjeshin. Kjo, si dukuri që njihet trikotilomania, ka të bëjë me këtë. Tërheqjen e vazhdueshme të fijes së flokut për të qenë ajo e tendosur dhe e ngjeshur, si thuaç, floku mbi skalpin e kokës. Mirë po, kjo tërheqje në mënyrë të vazhdueshme ndihmon rënjen e flokëve. Shkurtimisht, le të njohim pak ndërtimin e fijes së flokut, pra si është e ndërtuar dhe kush janë përbërësit kryesor, kush ka të bëjë me pigmentimin e lëkurës dhe pse ne kur përdorim ngjyra të ndryshme, ngjyrosje flokësh, bëjmë mirë ose bëjmë keq në jetëgjatësinë e fijes së flokut. Le të shikojmë ndërtimin e fijes së flokut edhe përbërësit kimik të saj. Atëherë, në përbërësit kimik të flokut do të veçonim lënda e parë proteinike që ka një vlerë rreth 90% të saj është keratina. Si thuaç, ndërton pothuajse të gjithë këtë strukturë të fijes së flokut. Por, po t'i bëjmë një prerje diametrale të saj, do të vëmë re se kjo shtresa e hollë që ndodhet këtu, në këtë pjesën e brendshme të saj, është pjesa e medulës, e cila është një pjesë e butë, e ndërtuar nga qeliza të buta ose edhe me shtresa ajri. Kjo pjesa e medulës ndodhet në qendër të saj dhe i jep hera herës flokut atë qëndrueshmërinë e tij të përhershme. Ndërsa pjesa e mesit, që është pjesa e korteksit, është e ndërtuar nga këto fibrë, nga fije të holla fibrinash, të cilat formojnë keratinën e flokut. Pra kjo është proteina që i jep flokut edhe qëndrueshmërinë, edhe fortësinë e tij, edhe trashësinë e fijes së flokut. Sa më i shëndetshëm të jetë floku, aq më i gjerë, aq më i gjerë është ky diametri dhe rrezja e korteksit. Dhe aq më shumë fije fibrash ka në brendësi të tij ky flok. Dhe në pjesën e jashtme, që është kutikula mbrojtëse e korteksit, e ndërtuar, nëse ne do ta shikojmë kështu, ka ca të vendosura pajeta quhen këto, ose ja edhe këtu, pajeta, si pllakëza të vogla, të cilat mbështjellin gjithë pjesën e fijes së flokut dhe kanë si mision të ruajnë korteksin nga ngacmuesit e jashtëm të ajrit. Brenda tek korteksi ndodhet edhe kjo melanina, e cila ka të bëjë me pigmentimin, me ngjyrën që ka floku i çdo individi. Nëse kemi të bëjmë me përqendrim të eumelaninës, atëherë është një pigment që floku merr një ngjyrë të zezë, të errët, gështenj, pra si nën derivate të ngjyrës së zezë. Nëse kemi të bëjmë me feomelaninën, pra një pigment i cili në përgjithësi na jep flok me ngjyrë të çelët, pra të verdhë, sikur e kemi larë me kamomil e kështu me radhë. Pra, pikërisht këto të dy pigmente ndajnë, si thuaç, ngjyrën e përhershme të flokut. Dhe si do ta trajtojmë një alopeci? Së pari, bëjmë diagnostikimin dhe shikojmë që në një vatër koke, në një pjesë, në një pull, kemi një pamje të tillë, që do të thotë, kemi folikulat, rrënjat në skalpin e kokës, në atë epidermën, por nuk kemi pothuajse fije floku fare. Atëherë, pas një ekzaminimi me një dermatoskop, ne i japim atij trajtimin që është një ilaç, mund të jetë një lyerje me hudhër të shtypur dhe mund të vëmë në të një ilaç me disa kripra të squfurit që ta lyejmë mirë këtë skalpin e kokës. Vendosim dhe atë solucionin e fortë pas larjes, e lëm të thahet dhe fillojmë. Ose do të kalojmë një copë të ashpër, leshi të ashpër,
ose këtë pjesën këtu neve e gërvishim me thonjë. Me ilaçin e fortë ne mund ta trajtojmë 3 ditë rresht njëra pas tjetrës. Pas një jave, ne do të kemi një pamje të tillë. Fillojnë të aktivizohen folikula dhe të mbi floku. Shiko çfarë ka ndodhur. Kuptohet që këto janë të zmadhuara disa herë, se kjo mund të jetë kjo fija, mund të jetë gati 1 milimetër. Ose kemi gati që do të shpërthejnë, ose ato kanë shpërthyer. Por, kur është mbushur koka me flok, mund të themi në javën e dytë, ka ndodhur një dukuri e tillë. Këto fije që neve i shohim të kanë qelur të parat, kanë shpërthyer të parat, dhe që janë të shëndetshme, kanë një ngjyrë të zezë. Ndërsa, më mbrapa, këto fije që janë të dobëta në strukturën e tyre, melaninën pothuajse e kanë, mund të themi nga kjo feomelanina, që do thotë më ka dalë një flok i bardhë dhe më tregon që ky flok nuk është i shëndetshëm. Çfarë i këshillojmë njerëzit? Këtë flokun që është më së shumti mbi 80% i bardhë, ne ju rekomandojmë pastrojeni me brisk, pra e ruajmë këtë flok dhe fillojmë përsëri trajtimin si nga e para. 3 ditë mund ta lyejmë me ilaçin e fortë dhe me atë ekstraktin e hudrës, sepse i bëjmë dhe një dezinfektim skalpit të kokës. Nga dita e 4 e mbrapa, neve veprojmë në këtë mënyrë. Para larjes, 2 orë, 3 orë, 4 orë, 6 orë, sa të kemi kohën e mundur, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim maskën vajore të flokut. E përhapim, pra e shpërndajmë duke e shtypur pompën e saj në të gjithë skalpin e kokës. Mund të hedhim 15-20 pika dhe pastaj me mollzat e gishtit bëjmë një relaksim ledhatues të skalpit të kokës duke e shpërndar dhe nga njëherë sikur do ta kryejmë me thonjë atë. Para se të lajmë kokën 2-3 minuta, mund të vendosim një shtresë të hollë keratine, e cila është edhe kjo një ushqim i mirë për rrënjën e flokut. Pasi ne e përmendëm që fija e flokut, bazën e saj rreth 90% e ka keratinën. Pasi jemi gati për t'u larë, marrim njërën nga shampo tona, të cilat pa diskutim frenojnë rënjen e mëtejshme të flokëve. Dhe sipas tipit të lëkurës, të yndyrshme ose të thatë, të ashpër ose që ka zbokth, marrim shampon e duhur. E shpërndajmë shampon mbi kokë, por nuk e shplajmë për brenda 1 minute për shembull, por sikur do e masazhojmë, sikur do e relaksojmë skalpin e kokës, në mënyrë që disa nga përbërësit aktiv që ndodhen në shampot tona, që kryesisht janë vajra esenciale bimore, të lihen mbi skalpin e kokës që ato të krijojnë një teren ushqyes për flokun e ardhshëm. Mbasi shplahen flokët, përsëri ne vendosim mbi kokë një serum flokësh. Ky serumi i flokëve nuk është asgjë tjetër veç se ekstrakte bimore nga rrënjët e hidhrës, nga bishti i kalit, nga gjethet e rozmarinës dhe njëkohësisht edhe nga lulet, gjethet e recinit, por jo vaji i farave të tyre. Pra, këto ekstrakte bimore që neve kemi këtu në dorë, përdoren kështu. Sprucohet rrënja e flokut me këtë pompën. E sprucojmë ndoshta 2-3 herë, pasi kjo kur thahet nuk lë as njoll, as gjë, as herë të keqe. Kjo thahet, fillon që të freskoj pak skalpin e kokës dhe ndërkohë fillon që të më ushqej ato rrënjat, ato folikulat të cilat ndodhen në pjesën e poshtme subkutane të lëkurës. Brenda një periudhe kohe, 6, 7 deri në 10 ditë, do të vëmë re daljen e fijeve të para të flokut. Do t'i vëzhgojmë këto brenda 10-12 ditësh. Në qoftë se pjesa më e madhe e tyre janë të holla dhe me ngjyrë të bardhë, pra që na mungon ajo melanina e tyre, atëherë ne i kemi rekomanduar njerëzit që këto flokë t'i presin, t'i heqin me i brisk. Dhe radha e trajtimit do të fillojë përsëri nga e para. Pra 3 ditët e para ne përdorim qepën, hudrën dhe ekstraktin e fortë, pas larjes, i lëm 24 orë, e shplajmë kokën ditën tjetër dhe përsëri vendosim po këto produkte,
Dhe nga dita e 4 e 5 në vazhdimsi, vazhdojmë me maskën e flokëve, pra me këtë super ushqim vajor për flokët tanë, para larjes, dhe pas larjes vendosim serumin e flokëve. Dhe larja me shampo. Do të vëmë re, floku i dytë gjithmonë del më i trashë se floku i parë, dhe ngjyra, nëse në rastin e parë ne kemi vënë re që 90% del flok me ngjyrë të bardhë ose një kafe të lehtë, floku i dytë është i shëndetshëm, është i plot dhe me ngjyrën e duhur. Ky është floku që ne do ta kemi në vazhdimsi. Nëse na del përsëri edhe ky flok i bardhë por më i trashë, po i bardhë gati 40-50%, mund ta pastrojmë edhe një herë me brisk dhe floku i ardhshëm të jeni të bindur që do të jetë me të vërtet floku i jetëgjatësisë, por ngjyra e tij do të jetë ngjyra tipike e flokëve tuaja në masën mbi 90%. Atëherë këtë flok e trajtojmë me të gjithë këto ushqyes dhe nuk e presim më me brisk. Krahas gjitha këtyre që neve përmendëm, është edhe çaji për forcimin e flokut, i cili përdoret 3 herë nga një gotë në ditë para buke, dhe kjo përdoret që nëpërmjet qarkullimit të gjakut, që ne e vumë re tek ajo folikula në fundin e saj, si ajo arteriola shkonte dhe ushqente atë pjesën e qendrore të tubit të flokut, nëpërmjet qarkullimit të gjakut, të ma ushqej atë, por nuk mungon rasti që neve nga një herë ta marrim këtë çaj në dorë dhe të lagim her pas here skalpin e kokës. Pra, këtë teren ushqyes ta vendosim drejt për së drejti mbi flokun tonë. Shpesh herë njerëzit pyesin, dua vaj rozmarine, i cili nuk është asgjë tjetër, sidomos kjo në shishe të mëdhaja, nuk është asgjë tjetër veç se një vaj bimor, ku në të hidhen gjethet e rozmarinës për të maceruar në të. Pra, një vaj ushqimor, për shembull, vaj ulliri, një vaj kokosi, ose ndonjë vaj tjetër, ose i përzier vaj kastorit që është vaj recinit, por ndryshon vetëm emri, produkti është i njëjtë, është e njëjta bim ricinis komunist, i cili mundet të përdoret edhe ky tek vaji i rozmarinës, i përzier dhe hidhen gjethet e rozmarinës në të. Por unë do të këshilloja të përdorin vajin esencial, pasi kjo del nga distilimi i avujve të ujit dhe është shumë herë më i fuqishëm dhe më i përqendruar se ky. Të dyja produktet janë tonat, por ne këtë të dytin e kemi përgatitur kur njerëzit më pas lakmonin më duket tek sasia. Ne gjithmonë ju rekomandojmë cilësinë. Nga kjo ne mund të hedhim shumë pak pika në kokë, 4-5 pika, dhe kjo jo vetëm që më relakson atë skalpin e kokës, por më qetëson shumë mirë sistemi nervor dhe si të thuash është një antistres i mrekullueshëm edhe për sistemin nervor. Jo më kot, rozmarina quhet bima e shekullit. Ju faleminderit që vendosët të kalonit disa minuta me neve për të marrë një informacion mbi mënyrën se si të ushqejmë dhe forcojmë flokut. Ju faleminderit.